Shqiptari që u falë më parë nga Joe Biden vritet në Michigan. Një shqiptar që ishte përfshirë në listën e faljeve dhe të uljeve të dënimeve të firmosur nga presidenti amerikan Joe Biden është vrarë në mbrëmjen e së dielës së kaluar në Michigan. 44 vjeçari Francesc Scambi, menaxher dhe bashkëpronar i restorantit Prime 7 në Commerce Township, u qellua për vdekje rreth orës 21:30, pasi ishte thirrur të dilte jashtë nga një person që e njihte. Sipas autoriteteve amerikane, i dyshuari 65 vjeçari Tonin Pietri u dorëzua vullnetarisht rreth 20 minuta pas ngjarjes, ndërsa policia sekuestroi një pistolet 9 mm të raportuar si i vjedhur. Dokumentet publike tregojnë se Shkambi ishte dënuar në vitin 2014 me 27 vite burg për drejtimin e një grupi që kontrabandonte lëndë narkotike drejt Shtetet e Bashkuara. Ai u lirua në dhjetor të 2024 pasi u përfshi në paketën e faljeve të presidentit Biden, e cila përfshinte 1500 persona kryesisht dënuar për veprat lidhur me narkotiket. Përfshirja e tij në listë u shoqërua me një debat në disa media amerikane. Familjarët thanë se viktima dhe autori kishin pasur një konflikt të mëparshëm, megjithëse motivi mbetet i paqartë. Nipi i tij, Mark Gjura, deklaroi për CBC Detroit se Pietri kishte qenë madje një mik i familjes. Ai ka ardhur këtu dhe ka ngrënë darkë me ne, se besonim, tha ai. Vetëm pak javë më parë, Shkambi kishte hapur një GoFundMe për të mbledhur para për mbrojtjen ligjore të Elvis dhe John Shkambit, duke u prezantuar si familjar i tyre. Fushata kishte mbledhur rreth $8,000. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal. Këtu restoranti Prime 7 njoftoi mbylljen e aktivitetit përkohësisht, ndërsa kolegët e përshkruan Shkambin si njeri të qetë dhe shumë të përkushtuar.